Shikues të dashur të radio televizionit Iliria, mirë mbrëma. Mirë se po takohemi edhe sonte si çdo të shtunë tjetër në emisionin tonë në qasje tridimensionale. Jemi sot bashkë me Ganen, sociologën tonë të nderuar, me cilën do të trajtojmë së bashku një çështje mjaft të rëndësishme, po flasim për zgjedhjet e 7 qershorit 2026. Siç e dimë të gjithë, në Kosovë pati një varg zgjedhje shkove të fundit dhe gjitha këto kanë ndikuar shumë tek qytetarët. Pra, zgjedhjet nuk janë vetëm vota, vetëm postime, vetëm numra, por siç e dim, janë zhgënjime, janë shpresë, janë përqarje mes familjesh, mes shoqënisë e gjithkund tjetër. Pra, është shumë e rëndësishme që sot bashkë me sociologën të diskutojmë si ndihen njerëzit këtë kohë. Gane, mirë se erdhe. Mirë se gjeta vate. Faleminderit që je si gjithmonë me ne. E sot po flasim një çështje mjaft të rëndësishme për zgjedhjet në Kosovë. Çka mendon, çu po ndihen qytetarët me qenë se po kemi shumë shpesh zgjedhje, si e presin qytetarët tonë këto zgjedhje? Si i shohin zgjedhjet? Bashkë për temën për cilën në juve që pritoj me fol, po pritoj edhe me dëgju, të më kishti sot me diskutu me ty bashkë, po me gjithatë janë çështje që nuk mundemi me ju ikë. Dohet detyrimisht me u ballafaqu, kështu që konsideroj që është një nismë e mirë, pikërisht në fillim të fushatës, me u trajtu si temë që jo veç me reflektu të na, po me reflektu edhe të ata që e ndojnë kohën me na përcjell. Fatkeqësisht, nuk e kemi pas bërë gjaskujt si qytetar, ka shumë zgjedhje brenda një viti, se jo veç që jemi të lodhën politikisht, po jemi të lodhën emocionalisht, jemi të lodhën fizikisht, psikikisht, edhe financiarisht ndoshta. Dikush edhe financiarisht, po, ata që kanë qenë veç pjesë e proceseve ose që kanë kontribu për partitë ndryshme, e konsideroj që më të lodhunit janë vetë deputetët, të cilët ndoshta për shkak të presioneve, të krerëve të partive të cilat i përfaqësojnë, nuk kanë mërime me gëzu mandatin që realisht veç ja kanë dhënë qytetarët, e që shumë ose një pjesë prej tyre ka rrezik që të mos jenë prapë në listën e deputetëve që ashtu qysh nuk e kanë pas rrezik një pjesë në zgjedhjet e kalume parlamentare. Domethënë, në zgjedhjet e para kanë meritu, lëndë zgjedhjet e dyta nuk e fitu në vendin, tash zgjedhjet e treta domosdoshmërisht edhe dikush jetë jashtë listës. Domethënë nuk ka qenë interesi askujt realisht, po pse kemi ardhur deri në këtë gjendje, ajo nuk është diçka që kisha dashur me trajtu, unë konsideroj që është një papjekuri politike e të gjitha subjekteve. Nuk po thon pa përjashtim, tash dikush ka faj pak më shumë, dikush ka faj pak më pak, po megjithatë nuk është lehtë me qenë politikan. E kush i ka kontribu procesit? Kjo është një punë shumë e zëshme për të ditë, veç mas në këtë presion të madh të rrjeteve sociale, të mediave të reja, ku secili mund të flet çka dush, ku njerëzit kanë qasje prej kultuqeve në shtëpitë e tyre me jep një mendim politik edhe me të ndiku dashte ty. Në një kohë kur munden me hap prej një individi 20 profile falso edhe me ta manipulu trunin. Do më thonë, është një mjegulli e pa përshkrume të masa. Diçka që domosdoshmërisht ka më ndiku negativisht të gjithë njerëzit. Prandaj konsideroj që jemi në një fazë, nuk po them të vështirë, se nuk është diçka e pamenagjueshme, po definitivisht jemi në një diçka që nuk ja kemi bërë si qytetar. Personalisht nuk jam veç e lodhën, po jam e irritume prej asaj që po shoh në rrjetet. Pra çështja më kanë që vinë zgjedhje, me zgjidhje, na kemi me qenë të kënaqur si qytetar. Po te ne është kriju ajo frika e zgjedhjeve pas zgjidhje. E kjo të bën me u ndje i pasigurt. Sepse aspekti financiar ndoshta është i fundit dëm që mundet me na shkaktu si shoqëri. Është fillimi i fushatës edhe nëpër familje ka fillu polarizimi. Nëpër farefisë ka fillu polarizimi. E në krejt shoqëria është e polarizuar. Diçka që nuk na bën hajër asnjërit. E shën një luftë të pa imagjinueshme në mes të elektoratit. Nuk kemi kulturë politike, po masa realisht mundet me qenë çfarë dush, po politikant
ishtë dashtë bre pak me qenë ma parimor, që shka bre mundësi njeri pa usku qas pak të egzu një titull akademik, të ja thirë vetës intelektual, me garu mrenda vitit, nuk po thëmë 2 ose 3 partit ndryshme, qyshme nuk kuqet pak, diqysh, apëdin, tash është qështja që krejt kjo e mjegullon opinionin publik. Të nuk mundesh me i besu as kujt. Me thonë, se cilin aty është si aktor. Që i bjen që kur vjen puna për interesa personale, a jenë ndronë subjektin politik pa problem heq. Unë me të vërtet, po thëmë prap, nuk më ka ndodhë nëjherë me pas që si përjetimi. Nuk e di sa të karami për cilë nga afer fushatat, ku krejt ata që garojnë thirën në parimet e partisë, parimet personale, parimet e kush e dion qka, e që pak për ty në mbajnë parime, qoftë para zgjedhjeve, qoftë gjatë zgjedhjeve, qoftë pasi ta fitojnë mandatin. Prandaj, po pyes, nuk e di atë ka rastis me po nga afer, në qka thiren e qka veprojnë në basi që ta fitojnë mandatin. Qërë, kjo çështja mos mbajtjes së premtimeve, është që kjo është nuk ka politikan. Po, deri dikun jemi të mësumë si shoqëni, se nuk na ndodh veç tash, po na ka ndodhur në vazhdimsi prej mas luftës. Po mandej edhe çështja mbajtjes së premtimeve, njeriu mund të premtoj diçka, po gjatë rrugës me dal pengesat ndryshme, të cilat nuk kam rrinë është ta me i planifiku si duhet, edhe gjanat ndryshojnë. Po ajo që ka mu më pengon ma shumë se mos mbajtja e premtimit, më pengon përpjekja për me mbajt qatë premtim të caktum, ose arsyetimi për para votuesve. Nëse dikush të ka përcjell, të ka mbështet për me qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës, si deputet ose si strukturë më e lartë, dush me qenë përgjegjës ka që ati publiku që aty në votuesve që të kanë mbështet. Dush më arsyetu nëse një projekt nuk ka ecë përpara, e dush me promovu nëse një punë e caktuar ka ecë përpara. Na kemi edhe deputat që punojnë shumë punë në Parlamentin e Kosovës. Kam njerëz aty shokë dashamirë që e di që bëjnë përpjekje maksimale dhe punojnë jashtëzakonisht shumë, por janë të tillë që nuk dinë me e promovu punën që e bëjnë. Nuk e nxjerrin në rrjetet sociale sepse e bëjnë me shpirt. Besonëm që kemi edhe të tillë deputet. Po në anën tjetër, tjertë që realisht dinë me abuzu me votat e njerëzve, e vota është amaneti i madh. Unë mendoj që duhet me qenë të përgjegjshëm para se me shkuqet. Vetë përveç për me qenë listë, njeri du të me motë mirë vetën e vetë. E para a e meritoj unë me qenë qatë listë. Çka mundem unë me ba për shoqëninë, për vendin tem, a jam mjaftueshëm me pjekun në aspektin politik, në aspektin emocional, sepse mundet me thonë dikush çka ka këtu lidhje politike me emocion, po se dosh me qenë trem për me qenë deputet. Se prej deputetit mundesh më bë ministër, e ministri do të me qenë trem. Se nëse nuk je trem, nuk mundesh me marrë vendime të ndaja. Në kuvend po përdoret tulifar fjale fyese, denigruese, kështu që kur ti je para asoj mase, një me duhet me kanë i fortë edhe emocionalisht sepse kemi përballë me gjithçka. Ti ndoshta një veten, po jo krejt ata 110 deputeta, 120 sado që janë. Gane, ju e tha që jeni lodhë, për juve po e dim, po apëmënën që krejt populli Kosovës është lodhën për zgjedhjeve? Për herë parë po më ndodhë me pa njerëz të thonë që ko me dalë edhe veç ko me shkaravit votën teme. Do me thonë, derin që të masjen të irritun njerëzit, edhe në të lodhën. Po, a është ma e mira e mundshme, jo nuk është. Se cili njeri duhet me u ullë, me gjak ftohtësi, pa u ndiku prej rrjeteve sociale, prej lajmeve që shpesh herë din me kriju narrativa të paqëndrueshme, duhet me u ullë me mendu kush për një me po punon për qëtë vend. Ku është faje që nuk po ecin proceset përpara? Pse është lidh nyje? Edhe aty ku mendon që është zgjedhja, me vepru, me dalë, me votu. Votimin e kemi bërë në si qytetar. Do më thonë, si qytetar duhet me përfundu obligimin tonë. E që ka bojnë tani ata, na nuk mundemi me ndryshu. Fundja qëta që janë. Na nuk kemi mundësi me ndryshu. Po në rrethana të tilla këta që janë,
Që ta du të me mbështet, nëse nuk kemi të mirë edhe pak ma të mirë, ose atëherë të shohim kush është ma pak i keqë. Se ka njerë që krejtë të duken të këqë, besëm. Po të shohim edhe prej të këqive kush është pak ma pak i keqë, po mu shka po më irriton kove të fundit është edhe çështja e përdorimit qoftë të fesë, qoftë çështjeve të ndryshme për aspekte politike, nuk në ka hije bre. Po kupton, nuk duhet me u përdor aspekti fetar për interesat caktume. Qysh tash ti po menon veç pse je muslimane në me ta dhën votën, a? Jo, zotni. Aty nuk je për më përfaqësu mu si muslimane. Kushtimisht po them. Në rregull jena. Ka njerëz që janë besimtarë dhe janë shumë të mirë dhe meritojnë me domosdoshmëri mbështetjen. Sepse një besimtar, pavarësisht a është i krishter, a është ortodoks, a është musliman, ai gjithçysh jeton me parime. Se secili besimtar jeton me parime. Edhe dikush që e beson Zotin, në vijë vertikale, seriozisht ajo është i dobishëm për shoqërinë. Po ama, jo veç me thonë, valla, unë jam 5 vaktli edhe ti duhesh gjithçysh më mbështet mu. Se mandej po dëshprohemi. Politika është politikë. Për me qenë politikan dush me qenë njeri i thellë. Dush me mendu për me bon ndryshimin që të vend. Ja ki bërgjë votusve to, ja ki bërgjë vendit tanë. Jo veç me shku me zani ullse në parlament veç pse ki shumë followersa. Qysh be jam sy njeri që asaj? Unë nuk e di ku e marrin krejt qatë siguri. Veç po bona pjesë e fushatës, po hinë një listë, një partije politike, edhe po vazhdoj tutje. Po ajo që kam kara me pa që tash është edhe koalicionet brenda partive që janë, ka pas shumë senat që më kanë irritu. Ka pas njerëz të mëdhaj për shembull që o dasht me qenë pjesë e partive politike dhe ju ka mbyll dera. Najherë dë bën me menu që për i me nuk jënë të interesu me veç mas opozita me u fuqizu. A di, ta lënë qatë përshtypje që nuk jënë seriozisht të interesu me bo përpjekje me qenë opozite fort. Kur e the, nuk po pës për hemna, po kur e the që ka njerëz që kanë dikim dhe po refuzohen, a i bjen kjo që i friksohen fuqisë këti njeriu që do me hyjë me një parti caktume dhe po refuzohet, a e mendove në këtë kontekst? Personalisht për mu, çdo kush që tash varësisht kush sa ka gabu në raport me partinë. Po nuk ka njerëz të pagabushëm. Përderisa i pa shumë subjekte që edhe pse kushtimisht kanë qenë të divorcuar në një periudhë kohore, kur u pajtun të mushkemenja që u shkrenën për njëri tjetrin, e shënonën tjetër disa që nuk kanë pas vija trasha ndarse, nuk po mrin me u bo bashk për të mirën e subjektit politik të vetit, atëherë të veç jetë këqyre dhe thush qka ka bat më rëzat. A ka dikush aty që për i me është interesu mës me quni subjekt caktun politik për para, a qka pëndodh. Do më thonë, me të vërtet, unë nuk po thëmë që jam eksperte e politikës. Okej, kom pas disa lanë të fakultet që kom lexu për politikë, për na po flasim këtu pa dorza si qytetar. Si kur qytetar? Për para se me qenë si qytetar nuk ta kap. Thirrësh në një parti për shembull në vlera të caktuara, pikërisht dikush që është që po thënë ta trit baba i vlerave ti nuk e lënë bashku me ty. Apo kupton nuk e di, ka një herë dokët sikur janë në fazë të adoleshencës. Edhe ka një lloj mpirje që veç jetë të i këqyrë se bojnë veprime sheshtë pa motura sa nuk mundesh bre gjanat mjallan kohës. Njëri du të me po përpjekje, du të me u koncentru, me i shfrydzu që ata truna që i ka brenda partive për të mirën e partisë tone. Kur jena te elektorati, te qytetarë në përgjithësi, ndoshta ke vrejt që njerëzit dhe tradhtin ta falin, po votën kundër partisë tyne nuk ta falin. Ndoshta ke po ndikimin e keq që po ka procesi politik apo i zgjedhjeve tek qytetarët, duke e menduar atë që po ka madje vllazën që nuk flasin mes vete vetëm pse njëri e don një subjekt caktuar politik, tjetri një subjekt tjetër politik. Është e rëndësishme me tregu njerëzve që proceset politike, këtu janë vetëm procese, zgjedhjet janë vetëm një proces që ndodh atë ditë kalon, është fushata, është dita e zgjedhjeve dhe kalon. Madje gjatë këtyre proceseve zgjedhore,
plot koalicione bojnë, plot partit ndryshme bojnë koalicione, bojnë marrëveshje, ndoshta ato që janë gjujtë, janë shajtë, janë ofendu shumë gjatë fushatës, isha që kanë bërë koalicion. E po pajtohen. Ndërsa njerëzit, familjet, miqësit, po vazhdojnë me nda tavolinat edhe në restorante. Pse sepse gjatë fushatës njëri ka qenë me një parti tjetër, tjetër me një parti tjetër, edhe përçarja mes njerëzve vazhdon edhe mbas zgjedhjeve. Ndërsa këta që janë në politik, gjatë fushatës gjujnë sa të mujnë, i përçajnë njerëzit, ndërsa veç kur që jënë po bashkë. Edhe asë nuk skuqen, nxjerrin statuse në Facebook bashkë pa asnjë problem. Na kemi edhe rastin e Prishtinës. Tash po menaxhojnë bashkë. Po. A nuk ke pas çka me dëgju të sulmunja një tjetrin. Ama është një diçka shumë interesant që lexova para se me ardhë në studio. Një studim që është bën në Taiwan, për çush ndikojnë zgjedhjet në shëndetin e njerëzve. 19% ishte rrit numri i njerëzve që kanë kërkuar ndihmë në për shërbimet ambulantave në kohë të zgjedhjeve. Sot do më thonë 20%. Edhe jam shumë e sigurt që atje nuk jam konë 4-5 zgjedhje brenda. Sigur se ka ndodhur tek ne. Tash paramenojët e na. E kryesisht prej tensionit lartë. Tash paramenojët që ka ndodhur te na. Sa përqind ishte fort i shkon me bën një studim edhe me po ku po përfundojnë edhe çka po bën. Na fillimisht do të më shkojmë në marketing, e madje kthehemi pas marketingut edhe le ta diskutojmë pikërisht këtë çështje. Shkojmë në blok marketing. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Po kthehemi përsëri pas marketingut, e gane si që shumë edhe duke biseduar në Taiwan, a the kështu, që është bërë një studim që 19% të njerëzve kanë dalur me disa probleme shëndetësore për shkak të zgjedhjeve. Imagjino nëse ishte bërë në Kosovë një studim i tillë, ndoshta te 40 që kishim shku dikon, sepse ka qenë një varg i zgjedhjeve saqë me siguri ka ndikim shumë të keq në shëndetin e njerëzve përgjithësi. Unë pak ditë më parë e takova një ish kandidat për deputet, i cili tha që në zgjedhjet e fundit e konvendosi dhe stendën për shkak të stresit e ngarkesës së madhe që ka pasur sigur kandidat, takime gjithçka tjetër. Kësaj radhe tha nuk guxoj me i hy prap gare se po friksona me lut me shëndetin se më duhet prap me vendos stend. Çaj bën që njerëzit janë gati me shkatruar edhe qetësinë shpirtërore për shkak të zgjedhjeve. E në Kosovë kemi pasur shumë zgjedhje këtë kohë, domethënë jo vetëm në elektorate tek njerëzit përgjithësi, po tek vetë kandidatët ka ndikim shumë të madh e besa edhe të keq në shëndetin qoftë fizik, qoftë psikologjik, çështja e zgjedhjeve. Edhe tu i pas përballë ton këtu prap këta deputet ose kushdo qoftë, po na çojnë shumë shpesh në zgjedhje. E valla nuk ishte dashur. Edhe deputeti ishte dashur pak me qenë në atë kuptimin të vëdeshëm për pozicionin që e gëzojnë. Unë e di që njeri e jep një lloj besatime, kushtimisht po them kashi parimeve të partisë, po kur janë do procese madhore, atëherë nuk është domosdoshmëri gjithçysh me i shku, konsideroj, me i shkru mbrapa partisë. Najherë si është vendi, bëhet ku vendi, po çështja është që na si vend po dukemi për herë më shumë si jo demokratik. Nëse unë e kam obligim me ju bind, me domosdoshmëri liderit të partisë teme politike, atëherë koshtet drejta e mendimit tem. Unë jam shumë e bindur që në favor të kërkuj nuk janë kanë zgjedhjet.
po në rregull, është diçka që ka kalu. E qysh ndikon të na në aspektin e shëndetit, natyrisht që ndikon. Unë nuk e di nëse ka ndonjë vend në botë që i marrin zgjedhjet që ka qafër zemrës sa i marrim na. Është e pamundur më të pyet dikush çka po mendon për politikën në Kosovë. Nuk të pyet kërkosh çka po mendon. Krejtoj ministrin partije. Edhe në momentin kur ti thu që jeni një subjekt caktuar politik ose ki bindje për çdo, më një herë nalën edhe nëse është me subjektin ton, i përmend veç mirësitë që atij subjekti thotë që na jena në vendin më të mirë të mundshëm, edhe na gjithçysh e kena mirë me vul. Në momentin kur ti thu që nuk e di, se asnjë subjekt nuk i përmbush pritshmëritë e mia për vendin tëm, me një herë qynë. Hajtë se ti me këta je, veç po marrohesh. Në më thonë nuk jenë gjendje, ose pak njerëz kena, që politikën dhe shohin si proces, që duhet, po mendoj, si fush që duhet me që proceset e vendit për para. Nuk është domosdoshmëri një individ me qenë pa tjetër me një parti politike. Natyrisht votën dush me ja dhënë dikujt. Ashtë obligim qytetar. Po, t'ja jep votën që ati që i ki prishmërit ma të përafërta me subjektin e caktum. Po, në bindje të plot, asnjë subjekt nuk të përgjigjet, edhe ti nuk je realisht me asnjë subjekt. Në momentin kur nuk nihesh i sigurt me lobu, me vendosmëri, ose me dal publikisht me thonë që ky subjekt e meriton mbështetjen tonë, sepse secili ka të drejtë me qenë simpatizanti një partije politike. Shumë e vërtetë. E partia ka obligim me qenë serioze. Që shkabre mund që njeri në qëto zgjedhje me qenë me LDK-n, zgjedhje tjera me PDK-n, në ato zgjedhje tjera me vetëvendosjen. Edhe në fund të thirë mu, voton valla le bëm për mu. Që shbe me lëbu për ty? Po tashun e nuk e di cili qëndrim yti është i sakt. Në cilat zgjedhje ti ke qenë vetvetja. Qysh me të mbështetun e ty, qysh pe kërkon ti votën teme, për shembull, nëse sot je në listën e vetëvendosjes, kur herën e kalume, më ke thirrë në kafe dhe më ke thonë mbështetëm në një subjekt tjetër politik, se ata janë të këqija, ata janë kështu. Prandaj më thon politikarëve, moni bre mos e kesh njëri tjetër. Sidomos ju që nuk keni stabilitet. Ti që beto mosdëshmëri e kërkon një rrugë për me hinë parlament. Mos fol bekesh për ata tjerë që nesër është ti mu forcua ta arreshtohesh. Prap shkon. E di më, di qysh një u bre keq pak kashi elektoratit. Unë nuk e di qysh nuk skuqen. Që kjo është politika? Nuk e di qysh nuk ju vjen. Ska tërp, ska marë, ska gjunat. Pak. A di duhet pak me qendre njeri parimor, e konsideroj që fatkeqësisht modeli i politikanëve intelektual dita ditës po largohet. E kisha pas shumë qef me u rikthy. Na kemi nevojë për një frym, për një energji politike, për diçka të fuqishme, për diçka të mirë, po nuk kena nevojë me na abuzu trunin, bre. A mendon që ma let është kthy kjo frym pozitive në politik nëse kështë pas ma shumë figura të reja në politik, apo këta që janë me vazhdu me kanë, po qysh mi majtë mision këtyne. Kështu që nëse kështë pas figura të reja, qysh e mendon pranin e tyne në kuvend? A mendon që fryma tyne kështë sjellë ndryshime pozitive Unë në mendoj politik? që fatkeqësisht edhe brenda partive politike janë kriju klane të caktume që nuk i lejojnë indirekt njerëzit e ri, jo të ri me mosh, po të ri nështë në listat partijake, me depërtu edhe me dalë në parlament. Kemi nevojë me pa njerëz që nuk kanë kushtimisht asnjë njollë bre mbrapa, është i pastër, është i qiltër, e ka zgjedhë qatë subjekt politik, pavarësisht çfarë historiku ka subjekti, po si individ mundet me të bë për veti, të përvetëson me stilin e të folunit, me mënyrën që i sheh gjanat, që i trajton problemet. Po, me sinceritetin saj nuk e ka pas mundësin me të gënyu, dhe që atëherë se nuk ka qenë pjesë. Bilet pak të ndatohim dikën që s'ka gënyu. Ti del shë njerës, jena mësu me një 5-6 ftyrat subjekteve, del fol, i akuzën atë atjerë, a që ashtu do mu fuqizu si subjekta. Unë kam nevojë me po diçka të re. Diçka që populli thot nuk ka shibel në ta. Ose unë s'muj mja gjetë as një shibel, jepja mundësin një mandat. Nuk i kena bevesh 3-4 femna një subjektit caktuar politik që qenë 25 vjetë mas luftës më dalë ftyrat e njëjta? A që ashtu fuqizohet një subjekt politika? Unë e kom edhe një dro tjetër. Ka njerë konflikt që kena me met pa opozit.
Besëm, në momentet caktume. Ka raste kur menoj që pozita nështë ka me pësura o mje, por në tjetër ka një herë konflikt edhe që kena e me pa opozit. A di që ka do me thonë tani? Nuk ka demokraci. Unë menoj, nuk do me thonë që jem t'ja qilu. Kur jemi të zgjedhjet gane, kisha dashur mi bë thirrje njerëzve. Mos e votoni kërkon vetëm pse është i rim politik, ose është fytyrë e njohur, është dikush me emër, ose është matin politik, hajtë të vendosi që ato. Pra, kanë do që vendosni me mbështet. Është e drejta jote, është subjekti jot i pëlqyer politik, mbështete. Po kur vendosim për njerëz që kanë me përfaqësu këta njerëz, këtë popull në kuvend, vendosin se ka vlera, se punon hakikat që shtojmë ne populli shqiptar, që don këtë vend, i don këta njerëz, punon sinqerisht punon për këtë vend. Jo vetëm shumë njerëz thonë s'po shkoj se kam menën të paga që e marrin, po jo. Shumica e kanë atje për interesa personale. Ka të mundohemi mi mbulu, kur na e dim sepse këta njerëz që dalin nëpër televizion e flasin, nuk është që na si takojnë akord dhe live, nuk është që janë njerëz që si tako kërkosh. Shumicën ose ndoshta krejt ta njerëz që na i shohim të folën kuvend ose i shohim nëpër televizione, krejt ta njerëz i kemi takuar edhe në kafe ose në rrugë ose kudo qoftë. Nuk janë bashkë ashtu që shparaqiten. Prandaj vendosni njerëz sepse ai ka vlera, ka parime. Mos vendosni vetëm t'ja japi këtij numrin edhe ditën e mirë. Jo. Është e rëndësishme që asnjë parti me marr pjesën ndërmuese me qeverisë komplet. Jo. Secila parti që merr pjesë në kuvend me zgjedh vlera. Nëse një parti ka 110 kandidat, mos këqër vetë ta votoj një. Zgjedhni vlerë për asoj partie. Le të ketë pjesëmarrës të secilës parti, po pjesëmarrës të vlefshëm. Le të ketë përfaqësues të popullit që kanë vlerë. Ky është përfaqësimi më i duhur që këta njerëz, interesat e këtij vendi i shtyjnë përpara. Edhe është kuvendi. Le të votohet për shkak të vlerave, për asnjë shkak tjetër. Për shkak të vlerave që i potencon secili individ apo garues i secilit elektorat. Qaq zhvillohet një fushat interesante, qaq mobilizohen, qaq din me i shpërnda emrat, qaq din me bo presion në mas, sa vetë subjektet politike i favorizojnë disa individ caktuar brenda partive të veta. E kjo nuk është demokraci. Nuk duhet të mja imponu votuesit tonë ka me qënë kuvend. Nuk është pa tjetër ftyrat e njëjta me përfaqësu një subjekt politik në parlament. Jo me thonë që ta 5 votoni gjotëqysh edhe tani në të metë në i vend. Ose që ta emra votoni. Jo bre, si shpetari du të me zgjedh. E mandej ka njerë që nashta janë ajka e që ati subjekti politik, edhe mujnë me bo revolucion brenda ati subjekti politik, po e kanë në i numër dikon që veç hajt. E dikush veç pëse është bas është në 10 e parë. Kushtimisht po thamë. E ndryshimet rënësore nuk ndodhen qështu. Ose ka plot njerëz gjatë fushatave që kur njët nuk e marrin as fjalën, as nuk kanë dhënë ashta kontribut në profesionin e tij që ka, që e gëzon, ajo shumë i zoti. Po shumë njerëz votojnë hajt se është këngëtare, ka kënu mirë, ose hajt se është doktor, na ka shërbyer gjithmonë. Dallon profesioni i tij që ka personal ose profesional me tani me fushatën zgjedhore. Këto nuk kërkohet pse është doktor i mirë, ose pse është këngëtar i mirë, ose pse është e bija e filanit, ose sepse është i biri i një luftetarit. Vetëm pse ka babajin luftetar ose dëshmor, nuk mendoj që kjo është vlerë. Ai sigurisht që ka vlerat e veta dhe respekt gjithmonë për këta njerëz, po kur na e zgjedhim dikant me shku në kuvendin e Republikës së Kosovës, duhet me zgjedh sepse i kontribon ndoshta i përshtatshëm tamam për atë vend. Jo sepse e ka familjar dikën, që shto nuk zgjedhet. Në Kosovë zgjedhet çështë. Në diçka tjetër që vrehet dukshëm në elektorat, është edhe çështja e votimit ose mbështetjes perinate. Kjo ose ky din me qenë arrogant, din me i rrafshu njerëzit, din me javë babajat tjerve, din me qenë bas, me një kulturë të komunikimit zero, po që elektorati e gjenë vetën të qaj lloj i modelit edhe dënë me përfaqësu. Po jo brese nalu pak, qëfar vlera ka? A është vlerë me o kundërvy dikujt? A është vlerë me ofendu dikan? A është vlerë mos me pas pik turpi e nashta me banalitetin më të madhin me bo me fushat caktuar kushtimisht po them.
Mendoje çka është vlerë për ty, po për më u bë ndryshime të njerëzit, duhet vetë subjektet politike me dashur ndryshimin. Prej përzgjedhjes së emrave që i vendos në listë e deri te mbështetja e atyre kandidatëve që të i ki brenda listës tane. Secili profesion të konsumon, të harxhon, sidomos politika, të harxhon më shumë se gjithçka tjetër. Prandaj ka nevojë për një refresh, ka nevojë për një ndryshim, ka nevojë për një frymë ndryshe. Po thon frymë të re, jo me mush, po me veprime. Edhe me ide ndryshe. Me ide, sepse kjo me punë. Është edhe garë idesh, jo garë njerëzish. Fiks që aty është çështja. Na sociologët tojna që tereni është mbreti. Dikush që 20 vjet rrin kryt atje, nuk e di çka ka ndodhur këtu poshtë. Edhe ndryshimet nuk vijnë që ashtu. Për me bën ndryshimet ti dush me marr dikon pi terenit. Për me bën ndryshime në arsim, ti dush me ia dhon mundësinë një mësimdhënësit që ka nejt me ditar në dorë o ballafaqu me sfida, më tarë këshilltar atje në Ministri të Arsimit. Jo me mojt këshilltarët ka 10 vjetë e 20, se nuk e din shka ashtu ndodha sport. A i rrit 8 sahat që aty në është, e nuk ka kur me dalë me pi një kafe me kolegët që i ka pas dikur në vendin e punës. Qysh ka mi dita i sfidat me cilat përballën mësimdhënësat? Nuk e din, se një dekadë është çështje e madhe me ndryshu mendimet edhe gjeneratat. Se cila gjenerat vjen ma sfidë se tjetra. Prandaj po vojën problemet zinxhir. E për më ndryshu, natyrisht që duhet me ndryshu brenda vetë subjekteve. Ku ndryshon subjekti politik, ndryshon mandej edhe struktura në parlament. Ku ndryshon struktura në parlament, ka me ndryshu edhe qeverisja. Edhe gjithçka ka me ndryshu. Po është edhe në çështje tjetër që njerëzit e sinqert, njerëzit që e kanë një bagazh intelektual, njerëzit që janë të matur, po pritojnë edhe me bashku listave të partive politike. Se është sfidë sot. Sepse shumë njerëz e kanë pa garën që ti veç ke me hy me kontribu për një subjekt caktun, me lobu, edhe ki mu dëmtu në ashtë vetë subjektit. Vota, edhe në fund, si që the dhe ti, shpesh ndodhë që zhgënjimin më të madhe pret pikërisht pjanës tonë. Edhe kjo i ban shumë njerëz që janë të zotët, në cilin do profesion të mundshëm, mos me hy kësaj gare për shkak të damit që i banet, nga kush nuk e pret. Po kur jemi te elektorati, është e nevojshme që secilit me i thonë që kjo është thjesht një proces, kalon, mirë që i kemi zgjedhjet, sepse kjo e drejt që e kemi na sikur qytetarë, dikur nuk na pas drejt femnat me votu hiç, dikur kanë votu njerëzit që kanë pasur vetëm pasuri, edhe meshkujt janë kanë të dallun kush ka drejt me votu, mandej kur meshkujve dha e drejta, gratë s'kan pas, sot e gëzojmë pa dallim secili prej neve të drejtën e votës. Edhe është shumë e rëndësishme që këtë drejtë tonën me shfrytzu secili. Është e drejta jonë. E kur themi që jemi lodhur shumë prej zgjedhjeve, është e rëndësishme me mendu edhe këto që kjo është një farë lloj fuqie që e kemi në dorën tonë. Pse? Sepse nëse dikuj me kemi dhënë mundësinë, 4 vjet më ti nuk i mundësi as me ndeshku, as me largu, as kuzhon. Pse ai ka marrë mandatin edhe ditën e mirë. Ndërsa sot, kur i vjen përsëri puna e zgjedhjeve, ti me vot edhe ndeshkon, edhe fuqizon. Kështu që është në dorën e qytetarit që përmes votës ose me fuqizu ose me ndeshku. Ka njëherë mendoj që është në favorin ton, jo zgjedhjet, po kur jepet mundësia për me vendos na, sepse gjithmonë vendos politikani për qytetarin, e në zgjedhje vendos qytetari për politikanin. Po është e rëndësishme që qytetarët, jo politikanë, qytetarët përgjithësi, me marrë këtë proces vetëm sikur një proces që vjen edhe shkon, kalon. Jo me pas urrëtie familjare, më përqa me zveti, sepse demokracia është me debatu, nuk është me sulmu. Pra, me votu me vedije, edhe me debatu, po me debatu me kulturë. Jo që shpëndodh gjithkohë sot na për qoft na për studio, qoft na për salla, na për kuvende, gjithkohë rrugë, është bë aq e rënë politika sa që i irriton njerëzit me përmend politikën. Janë përqa familjet atë shumë për politikë, sa që mos me paskon heq ma mirë këshën funksionu. Pra është të rëndësishme që qytetarët mos e marrë këtë stres kaq të madh më përqa me zveti, e me shkatru familjen për shkak politikës, po thjesht vjen koha zgjedhjeve, mendo kujna po të konvenon me ia dhon, kush mendon që e përfaqëson këtë ma mirë, mbështet e fuqizoje personin e caktuar edhe kaq është. Jo me shkatru familjen për shkak të atyre njerëzve që në fund, kur të kalon dita e zgjedhjeve, edhe bëhet ora 7 që mbyllet kutia e votimeve, besoj që
pak njerëzve interesant kush ke qenë ti. A gjatë zgjedhjeve je mreti, je shumë i rëndësishëm, krejt ngajnë mas teje. Kur të kalon dita e zgjedhjeve, ndoshta nuk thirrin kur as me të faleminderit, as me ta dhënë kafe, as kur gjë tjetër. Pra, ti je i rëndësishëm vetëm kur është koha e zgjedhjeve. Për 4 vjet tjera nuk njihemi. Kështu funksionon tek na. Unë kisha dashur masi veç emisioni jonë transmetohet në fillim të kësaj fushate, atyne që pritojnë me dalë me votu, e që është një përqindje shumë e lartë, që ka qenë edhe zgjedhjet e kalume, e që konsideroj që ka me qenë është edhe me lartë se here, i bëj thirrje mos me neglizhu votën, një i qështë të ti, se është e vetë mja mënyrë për me ndryshu diçka në këtë vend, për me qu këtë vend për para, për mos me lanë me u lidh nyje, e di që është shumë vështirë me ndoshta me u përcaktu, po gjithkohë e kena një aspekt të mendimit që kemi ndërtu brenda vetës, edhe na flen shpirti dikon, kudo që i shohim disa pika të forta, që e vlerësojmë që na përgjigjen të dalim dhe të votojmë, mos ta hupim si mundësi, sepse mandej është një përfaqësim ndoshta jo i duhur i joni në kuvendin e Kosovës. E ata njerëz që nuk votojnë, mas pakti kanë drejt me u anku. Ata sidomos nuk kanë as pak drejt me thonë pse po shkojnë 4 herë në zgjedhje. Se nuk janë kanë gjendje 20 minuta atje të zvet me i nda për këtë vend. E çka prit më shumë prej tyre. Ndërsa kandidatët që janë për deputet, ju kisha dëshiru sukseset gjitha atyre që janë në për lista. Kisha urua dhe kisha dash që gjitha ata që janë më të mirë në për lista me qenë pjesë e kuvendit Kosovës. Unë për veti nuk ka mundësi gjatë fushatës me pi kafe me dikën, mos m'ja pa qëndrimin politik çfarë ka dhe mos m'ja dhënë do emra. Është e pamundur. Në përse cilin subjekt politik kam njerëz që i nja edhe që e meritojnë me qenë pjesë e kuvendit Kosovës. Ka pas zonja që kanë qenë në listat e partive opozitare, që kanë merituar më shumë se shumë zoja që janë deputetet, që fituan realisht me qenë deputete, kanë merituar me qenë aty, e që i kumë mbështet. Pavarësisht a kam qenë, domethënë me bindje me qatë subjekt politik ose jo, me gjitha të i kumë mbështet, sepse kom konsideru që veç kështu mujna me qu vendin tonë për para. Veç të qu vlera në parlamentin e Kosovës. Nuk ka nevoj me thonë, pëse t'ja... Kur ja kumë përcjell në ashtë një foto, i kumë thonë e që ke meriton mbështetje në ju, a me qëtë subjektja, kumë thonë, jo, detyrimisht, apo, dhe do pikpytje. Po që ke meriton me qenë aty, unë e di që ti e votu si subjekti politik, pse mos me votu që të njëri. E sa i përket ati stilit për me andru dikujt bindjen. Me propozu nuk është me andru. Beso që shumë është sfid kjo farpune. E para, në jena të prirur, kur t'jemi me një subjekt politik, të rallin ata që e ndrojnë. Ka pos rast për që për shumë ka hënë ja, që 25 vjeta, 30 jena me LDK-n, aja është e kryme, apo kupton? Për shembull, tash, a ka lëshur rojnë një subjekt politik më në ateja? Që 25 vjetë çka ka ndodhur për shembull me lidhjen demokratike të Kosovës. Sa reforma o bo nuk është bash hiç LDK-ja që ka qenë mas luftës. Po prap ka do votus besnik që ndrua ka që ashtu edhe u kry muhabeti. Po prap se prap është bindje se cilit. Po ka të mbrana asaj liste njerëz të mirë që e meritojnë. Sigurisht që ka. Me qenë pjesë e kuvendit natyrisht. E që nëjherë po thëmë jo ndograt zoja që me pas formu një partit vetën politike, lirisht kishin mujtë me qenë një opozit shumë më mirë në është ashe që e kanë bo qatë rështem. Gane, falemderit. Falemderit për kohën, falemderit për mendimin. Uroj që kretë këto muhabetet që i bëm, me shku në veshin atyne që ka nevoj me i dëgju, e mos me marë zgjedhjet si një proces që ka o ba me neve, po si një proces që t'jesh ndodhë dhe kalon, është i rëndësishëm shumë, nuk ka diskutim që është shumë i rëndësishëm, sepse fundja ajo që vendoset me qeverisë këtë vend, ne çdo ditë jetojna me politika që zhvillohen dhe hartohen atje, po megjithatë
jo, si që tham, jo mu përqa, jo mu nda, jo me kriju ndasia që mdoja sa që politika vjen e shkon, e ti prap pëmbet ku pëmbet. Kështu që është të rëndësishme thjesht këtë proces me dalë, me votu, me shfrytzu drejtën tonë qytetare që e kem, edhe mu këthy në shpi pa pas nevoj me debatu me kërkën. Faleminderit për kohën sot, uroj që të shihemi për të mira. Kur jena te njerëzit, mos me harru që zgjedhjet vinë e shkojnë, qeverit kalojnë, ndryshojnë, dërsa ne njerëzit mbesim. Mos ta lëm njëri tjetrin anash, familja nuk zëvendësohet, kështu që ta mbajmë afër njëri tjetrit familjen, njerëzit, sepse kjo është më e rëndësishme se gjithçka tjetër, ndërsa politika është e rëndësishme po në vendin e saj. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.